Ju erdhët në shkollë në Tiranë dhe e bët, do të thënë ju jeni diplomuar në 90 në Kamës? Jo, në 92-shin. 92-shin. Ju thatë që keni qenë me pjesë e lëvizjes së vjetorit. Me kë kishte miqësi? Okej, me zotin Murrizi, Bislim Ahmeta e tjerë, por këtej nga edhe me Azemin kisha të them të drejtën. Po pra, raporti juaj me Azem Hajdarin. Dhe për koincidencë, ka qenë një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë e mirë, shumë korrekte, sepse Azemi shife edhe si lider në atë kohë. Ishte dhe mimose ju? Po, absolutisht, edhe për vetë kurajen dhe guximin që kishte. Ka qenë një ngjarje që, se kam thënë asnjëherë, por ditën që studentët kanë shkuar në takim me Ramizalin, unë rastisht, jemi ndodhur në një dhomë bashkë me një mikun tim i cili Kastirot Gjima jeton sot në Londër, është nga Elbasani, në katin e 6 të godinës numër 1, ku ishte profesor doktor Sali Berisha dhe profesor doktor Gramos Pashko. Të godina një qytet studenti. Po dhe çfarë biseduat aty? Aty po diskutoi për ndryshimet Jo, se ishit përpara takimit me Ramizalin. Çfarë? Jo, ishte në momentin që studentët të ishin takim me Ramizalin. Kur ata ishin atje, ju ishit aty, prisin aty. Po, prisim, edhe ishin disa studentë Bardhy Lukcama, Dritan Shano, dhe ishin student edhe të mjekësisë, edhe student ekonomiku. Ju kishit ardhur nga Kamza? Po ne qëndronim në qytet studenti. E rrinim qytet studenti? Po, rrinim qytet studenti dhe ishte një moment dhe zonja e Gramos Pashu se erdhi me një tuf lule dhe po diskutoi për ndryshimet që kishin ndodhur. Dhe profesor doktor Sali Berisha dhe profesor doktor Gramos Pashu po diskutonin për zhvillimet politike që kishin ndodhur në Rumani dhe në vendet e lindjes. Dhe ishte bisedë jashtëzakonisht shumë interesante midis dy pedagogëve, por njëkohësisht edhe përfshirjes së studentëve në këtë. Cili ishte një kujtim i veçantë me Azem Hajdarin në atë kohë? Ke në një moment që ti nuk e shit nga memoria? Të them të drejtën, kanë qenë ca marrëdhënie jashtëzakonisht shumë solide dhe korrekte. Azemi nga natyra ishte edhe pak çapkën kuptimin jo të keq të fjalës, sepse ishte shumë çapkën, ishte pak çapkën. Dhe me kalimin e kohës, momenti i fillimit ka qenë momenti i vështirë, por me kalimin e kohës fitoi edhe një oratori politike, të cilët duhet vlerësuar dhe në momentet para vrasjes të them që kishte marrë një natyrë politike komplet të ndryshme edhe për shkak se parlamentit është shkollë debati dhe shkollë politike. Si e përjetuat momentin kur morët vesh lajmin e vrasjes së Azem Hajdarit? Ishte një moment padyshim i trisht, pikëllimi, ngjarje shumë e rëndë, sepse për sa kohë që jemi në demokraci të vrasësh politikan për çështje të cilët të them të drejtën demokracia ka ca vlera tjera, është një ngjarje shumë e rëndë, jashtëzakonisht shumë e rëndë, dhe padyshim që u ndjeva jashtëzakonisht shumë i trishtuar, edhe për shkak se është lideri i parë i një force politike në Shqipëri dhe padyshim që trashëgimia e tij sot po të qohet. Unë tani po pyes pak si jurist, se do futemi edhe në temën e politikës, që unë kam intervistuar Siri Frigard, ju kujtohet si jurist i gjykatës, që ishte prokuror norvegjeze që ju atashua grupit e Timor. Ajo më ka thënë në intervistë që Azem Hajdari nuk është vrarë për politikë. Ju jeni dakord me këtë? Të them të drejtën, për sa kohë që nuk kam qenë pjesë e dosjes, nuk mund të ngrej hamendësime. Këtu fole si gjykatës, jo si politikan. Po tani duhet të alternojmë pjesën e gjykatës. Na e thuaj një gjë këtu tani, na e thuaj një gjë këtu. Por po të nisësh mbi bazën e gojdhënave, jemi realistë dhe njerëzit mund ta perceptojmë që ishte një vrasje jo konfliktuale. Por në vetvete vrasjet konfliktuale edhe të momentit kur janë të lidhur me politikën, padyshim që janë vrasje politike. Do të thënë ju keni bindje që Azem Hajdari është vrasje politike? Padyshim me ca kulisa të cilët nga i herë edhe janë fry për elemente kriminale ose për konflikte të cilët kanë qenë të trashëguara, por kur kanë ndikim politik, gjithmonë merr natyrë të kësaj trajte. Zoti Gjoni, më pas ju mbas lëvizjes të vjetorit, ju ndryshova komplet dhe nuk kam punuar si ditë në profesionin më parshëm. S'punuat fare? Fillimi i ditës time të punës ka qenë të sindimit gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Kjo është,
Ju filluat fakultetin e juridik? Absolutisht. E filluat ditën? Si, sepse atëherë ishte me konkurs, më kujtohet. Jo, ishte periudhë tjetër, sepse ishte liberalizu dhe shumë njerëz... Po, prap kishe konkurs? Jo, pas viteve 90 dhe shumë shkonin edhe për shkak të kotave që kishin përsekutumit, po unë nuk shkova si i tillë. Po si shkovat ju? Unë u hap jashtë quajturi shkollë për të realizuar dhe kam pasur një eksperiencë në vitet 1994, 96, para zgjedhjeve të një, shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe isha në gjykatën e lartë të New Yorkut. Bashkë me një grup mish koleg të gjykatës Tiranës dhe takimi me gjyqtarë të gjykatës lartë, pavarësisht se të motivoj? Gjyqtarë të shtetit. Jo, isha në dyrën e gjyqtarit. E ishe gjyqtarë? Po, dhe e gjithë takimi sillej rreth emrit tim. Si është e mundur që ti një moshë 23 vjeçare të fillosh punë si gjykatës. A ishte pak konceptueshme për ata. Po pse ishte e konceptueshme për kushtet e Shqipërisë? Si filluat ju atë? Ishte e konceptueshme për kushtet e Shqipërisë për një arsye shumë thjeshtë. Ndryshimi i sistemit lindi nevojën e sjelljes së një brezi të ri në sistemin, sepse juristësh. Dhe padyshim që një pjesë e madhe u larguan me dëshirën e tyre dhe një pjesë edhe për shkak të fitores së Partisë Demokratike filluan të largohen sepse kishin marrë pjesë edhe në gjyqe politike, por edhe nuk donin të punonin me sistemin e ri i cili kishte. Dhe ju filluat punë direkt në gjykatën e Tiranës? Po, në gjykatën e Tiranës. Ndihmës gjyqtar, po pastaj gjyqtar? Pastaj periudhë 6 mujore, në tetor të 1993 kam fillu punë dhe diku në prill të 94 si gjyqtar. Tani, kjo është pjesa më e rëndësishme e karrierës tuaj, duhet themi tani, si gjyqtar. Se gjyqtari Gjingjoni, do thënë, keni bërë emër në drejtësi, keni lënë gjurmë aty. Sa vjet keni qëndruar si? 27 vjet. 27 vjet në drejtësi. Në drejtësi, 27-28 vjet. Zoti Gjoni, keni hedhur firmën për sa dënime. Sa burgimet kështu me vdekje ke dhënë? Jo, ishte një periudhë shumë e shkurtër që u ndërprej, që ngriu në thepesën në Këshillin e Evropës. Dhe Pjetra Abnori ka firmosur. Po. Po kishe dhënë në një vendim që pastaj Jo, deri në atë moment jo. Ti s'kisha asnjë dënim me vdekje. Dënim me vdekje, por dënim me burgim për përjetshëm. Sa ke dhënë me burgim për përjetshëm? Të them të drejtën nuk i kam hyrë statistikave. 20, 30. Jo, se besoj. 10. Ndoshta nuk e maj mend. Jo, është më rëndësishme kjo, ëh? Se ata kanë vrarë, ti nuk i ke dënuar. Por që dënimet ishin ka pas edhe burgime të përjetshme. Ke dhënë burgime të përjetshme. Patjetër. Si është tani se ti je tani në polici, si është ore firmos hedh një firmë atje, ky dënohet me burgim të përjetshëm. Është jashtëzakonisht shumë një vendimmarrje jashtëzakonisht shumë e vështirë. Dhe njerëzit patjetër sepse po ndikon në jetën e një personi dhe janë kushtet e dilemës. Dhe ai duhet të vdesë në burg. Po, si pas dënimit që vdes në burg, burgimet e përjetshme në atë kohë kishin dhe mundësinë e lirimit para kohë me kurse sot janë me ndryshimet ligjore, janë të sankcionuar në mënyrë komplet tjetër. Okej, kjo ishte ekstrem, po sa pafajësi ke dhënë, se gjyqtari mirë është edhe ai që jep pafajësi, se ne kur shikojmë gjyqtarin them ky do dënon, jo, ky edhe ti jep pafajësi, ti jep të drejtën. Pyetja jote është me jashtëzakonisht shumë me vend, sepse sot ke gjyqtar të cilët mburren që nuk kanë dhënë asnjë pafajësi. Ky nuk mund të quhet. Po, ke sot që mburren, kjo është e tmerrshme. E tmerrshme dhe për mua është e papranueshme, sepse për sa kohë që kodi i procedurës penale ka edhe dënime, edhe pushime, edhe pafajësi, gjyqtari në gamën e vet duhet patjetër që të ketë në gjithë kozjatin e tij të jap pafajësi, jo sepse duhet ta jap, po sepse ekzistojnë argumenta, me prova, me kundërprova. Po numri i pafajësive, sidomos procesën se kam asnjëherë nuk kam qenë, por ti je sigurt që kam qenë nga gjyqtarët e guximshëm që ka dhënë pafajësi. Po, kam qenë. Ja ka hedhur poshtë prokurorit. Po, në shumicën e rasteve. Jo në shumicën e rasteve. Çfarë bëhet fjalë për çfarë ngjarje, edhe kur ka pasur vrasje dhe dikush është akuzuar me padrejtë? Po, edhe raste të tilla, për shembull për vepra penale të rënda. Ka pasur që dhënë pafajësi. Po, kam dhënë. Qeni bindur? I bindur në atë. Ndoshta sepse janë dy elementë të cilët duhet. Bindja e brendshme është njëra anë e medaljes, ndërsa
mbështetja në prova dhe në fakte është aspekti tjetër. Ka pas dyshime që shpeshherë në subkonsciencën time mund të dyshoja që mund të jetë i përfshim në një vepër penale, por mbi bazën e provave është e pamundur. Sigur kur s'ka prova, ti mund edhe ta kesh parë vetë, po s'ka prova, sepse ç'a ndodh? Në jetën e përditshme, secili prej nesh thonë, e din të gjithë që X-in të vepër penale e kryo filani. Por në momentin që asnjë nga dëshmitarët nuk vjen për të dëshmuar dhe për të thënë, sepse në momentin që pyeten, ata thonë, unë nuk e kisha mendjen. Nuk e pash ngjarjen. Sa del nga gjykata, fillon e thotë, po ma filani e vrau. Mirë po, deklarimi dhe marrja e provës ndodh vetëm në gjykatë. Kjo është edukata e një procesi. Zoti Gjoni, tani përsëri mbetemi këtu te drejtësia, se ju keni një histori të gjatë dhe të çuditshme, do ta thosha këtë, me kryeministrin Edi Rama. Jo vetëm me kryeministrin Rama.